Edhe whisky ishte nga partneri. Whiskin e kisha nga partneri dhe unë gjithmonë them që ne rreziqet i ndanim bashk, edhe alkolin, edhe puron, na pëlqente që ta pinim bashk, ishte një lloj rriti. Sepse nuk pinim fare gjithë ditën dhe unë sot nuk është se jam e varur. Do vetëm unë dua ta shijoj kur jam me miq. Edhe alkolin, kur jam vetëm nuk është se shijoj, nuk jam natyre varur nga alkoli dhe nga cigarja. Por që kur jam në një darkë me miq, të pëlqen që të ndash edhe si që ndodhi atëre me Moza Ahmetin që u bë virale. U bë shumë virale. U bë virale. Po, qa ori ishte realizuar video? Ishim në plazh, ishte natë vonë, edhe ishim në plazh. Po ishe dheur pak? Moza duke i pak tap aty. Po Moza edhe papir. është në delir, si natyrë. Është shumë interesante, po, si libri që ka bërë. Por, që është kënaqësi kur mblidhen 3 mikesha bashkë, aq më tepër mikesha të letrave. Është shumë interesante dhe të mendosh që sot ka shumë pak njerëz si ju, njerëz letrash. Ne jemi me fat që ju kemi dhe që të kam në podcast. Të falenderoj shumë. Edhe më shumë. Edhe ato midhjet e oqeanit, që janë si të gdhendura me dorë, kur i ha më bëjnë të përkor. Mos e vrit veten, as këtë natë, as njerë si e vetëm, o ti mik. Jam dhe u këtu, jemi të tjera ty këtu, që e vrasim natën me një gotë koktejl, të përzjerë, me pak, me çaj kemi përzjerë, se aroma dhe vargjet e mia.